need 750. was in need of like a very strong dewarding. And I did Marrë do bësh dhe ti një foto me Alisën? Best friends for life. Futit puth me kështu mua. Hajde, iki mami. Hajde, come on pupujs. Këtu diku këtu është, po dit nga ana tjetër besoj. Okej, po kërkojmë atë Just for Kids, e kemi dhe atje tek qyteti Joni Voçkëll, po e kërkojmë dhe këtu tek Chamberlain, sepse ka gjëra më shumë. Edhe tha që ishte afër kësaj bucit, ideja është nga që do shkoj Eva në kopësht, të ketë sa më shumë dresa që të ndrohet. Unë kam, mirë po i rinë pak të mëdhaja tani. Shumë që let's go and check. E keni parë të Alice Wonderland këtë macën? Që nga shumë lezet me thimi që qenë ka Alice Wonderland. Edhe kjo është dhe stili biliket. Një zotë e di se jam trëmbur nga ky plaku këtu, duket shumë real. Edhe është vërtet super bukur. World War II thot. Museum and Gallery. Që nga muze. Shiko. Për herë të parë itin ku ta ham. Për herë të parë në jetën tonë do ham Taco Bell. Mama? Për herë të parë në jetën tonë kemi porositur tacos. Kemi ngrënë asnjëherë. Unë për vete jo, po unë porositë taco, Mario porositë burrito, që ka ngrënë burrito. E di si thoshte Vera? Po kështu ma ha. E di si thoshte Bianca këtu? Prit. E di si thoshte Bianca këtu? Talking Bell. Nejse, ajo që po thoja. Po mirë, në morën burrito se ti burrito. Ku kemi ngrënë burrito në? Ke ngrënë më burrito, kemi ngrënë në Richmond. Vërtet? I want pizza. Can you say Mr. Vini? Bianca do pizza. Babi, Do iki can pastaj I ham tell pizza. something to you? Unë kam marrë një Taco Bell, taco imi ishte 2 pound e gjysë, Mario? Zakonisht të marrin 4-5 prandaj. 2 pound e gjysë, Mario ka marrë një burrito të madhe dhe për Biancën morëm një quesadilla me djath. Edhe që me shumë siguri do hamun dhe Mario, se do haj shumë pak ajo. Pastaj mund të ikim tek Pizza Express, të marrim një meal, unë dhe Mario. Bianca do e ketë palek, ushqimin, sepse është çaj bie tjetë më Mario. Ups. Është midterm, janë pushimit e Pashkave dhe këtu fëmijët në disa vende han falas. Kështu që nëse juve sa herë që ka midterm, fëmijët kanë disa vende që han falas ose me 1 pound. Kështu që gjithmonë shkoni në Google dhe shikoni Kids Eat Free or 1 pound edhe ju dalin të gjitha opsionet që juve keni atje rreth rrotull. Hajde mami. Hajde, you wanna sit here next to mami? Hajde. Nuk është ka komende më të mira këtu, po shohim. O, Mario, unë prandaj mora një taco zemrejme. Se e di ku do shkoj pastaj. I want a pizza. I want a pizza as well. Me too. Oh, we're gonna eat some nami pizza and cheese. And tacos. And tacos. Cheese quesadilla, kjo është taco im, kjo është burrito i Mars dhe 2 salcat. 15 pound shkuan këto, sepse morën këta do 2 gjëra të shtrenjta, ishte për mua, vetëm tacos. Quesadilla Marios e Biancës. Oj, po lëviz ky. Kjo është tacosi im, që më ra edhe u rrëzua. This is my Looks pizza. very nice. Pëlqej Mario? Hajde do fëmijë. Neve hëngrëm atje të Taco Bell, i ishte kot fare, nuk ja u fare sugjeroj, ose ndoshta nuk pëlqye mua fare. Edhe burrito e Marios ishte çik më ndryshe, po asgjë. Sinqerisht asgjë. Tani do ikim në supermarket, të blejmë ca gjëra, po paguam parkimin e makinës edhe pastaj në shtëpi, në market, edhe pastaj në shtëpi se do të blejmë Biancës pizza. Jep. Mirë kështu e lyer që më duket çuditshëm, po këto flokët kështu të ngjitur mbas koke më duken edhe më shëmtuar. Më mirë kur del në një kështu. Nejse. Gabim që preka flokët.
Unë dola për të bler një çantë, siç e thash për Evan, duke qenë se fillon kopshti. Dhe ku do shkoja unë? Do shkoja në Primark. Po budallaqi që do shkoja në Primark, se ishin nga 12 pound, dhe ishin ca super të mëdhaja. Sido që tjerë, unë atë do ta shtoj ditë për ditë e tjerë, kështu që nuk është se ka ndonjë nevojë të madhe. Okej, ti do shtoj bebelina, po bebelina dhe ndresa do ketë, jo ndonjë gjë kush e di. Ha? Ja. Sot është e hënë e Pashkve. Fillimisht dua t'ju mbjanga që po vërtet. Fillimisht dua t'ju uroj të gjithë besimtarëve katolik dhe ortodoks gëzuar Pashkët, sepse si vjeti kishim në të njëjtën ditë. Edhe shpresoj t'ja keni kaluar mirë. Ju uroj shëndet edhe mbarësi. Ja është që kam pasur disa vajza të cilët më kanë kërkuar të bëj një home tour. Tani unë home tour nuk kam se si të bëj, sepse e kam bërë një herë, edhe të më dukesh budallik të bëja sërish. Të mbyll derën. Edhe po mendoj që t'ju tregoj ndryshimet që ne kemi bërë. Fillojmë nga living room. Nuk e di nëse do mundem të gjej fotot vjetra, unë kam gjithmonë fotot vjetra, videot vjetra, mirë për efekt kohë dhe editimi nuk e di nëse do mundem të gjej, por gjithsesi ata që më ndjekin e din se si ka qenë pjesa më përpara. Tani, do ju tregoj pjesën e living room sot. Për kuzhinën do bëj një video të tërë më vete që t'ju tregoj gjitha detajet. Nuk është se kam zgjedhur detajet të çmendura, mirë, po ideja është që kam gjetur disa gjëra që për mua janë shumë funksionale dhe ndoshta mund t'ju jap një ide juve që keni plan të bëni kuzhinat së shpejti. Kështu që vazhdojmë. Kjo është direkt pamja e living room sapo të futemi brenda, apo dhomës së ndënjës, le të themi. Edhe edhe ka ndryshuar mjaftueshëm, mendoj. Nejse, t'ja u tregoj me detaje. Divani është po e njëjti që kemi pasur, kemi bler nga IKEA, kam marrë thjesht të mbulesat e jam marrë nga TikToku. Janë shumë të mira, janë shumë të rehatshme dhe kanë një si lloj jo shkëlqim të ta caroj nervat, po një shkëlqim të lezetshëm të butë. Tani te ky muri neve kemi të bardh fare, po mendojmë që të vëmë ca fotot tona, ca gjëra. Akoma nuk e kemi ndarë mendjen çfarë fotosh dhe prandaj është kështu i bardh. Ndërkohë, tek ky muri këtu, shikoni dy veshje tonat tradicionale. Më kanë pëlqyer shumë këto portretet, le të themi. Më ka kushtuar shumë më shumë korniza se sa portretet. Janë për mendimin tim shumë të lezetshme. Kam 3. Kjo është veshje tradicionale mirditore, që i përket origjinës time. Kjo i përngjan shot e galicës me qeleshe në kokë. Kam dhe një në kuzhinë që unë mendoj që është nuse kosovare. Pritja u tregoj shpejt. Ja, kjo këtu mendoj që është një nuse kosovare, mirë po nuk jam e sigurt nga mënyra se si mban duart. Më thoni ju lutem nëse kam ndonjë vajzë që më ndjek nga Kosova që ta kem pak më të qartë edhe unë. Tavolina e mesit është kjo, është bler nga DFS-ja. Ka këtë lloj bazamenti, është goxha e rëndë, aq sa Bianca hipën sipër edhe nuk zbret. Kjo është batania e Evanit, kështu që mos e vini re. Tani këtu unë kam vendosur këtë jastikun e gjatë, sepse në fundit duhet të bëjmë atë që është më e rehatshme për neve. Është pjesa e xhakut, nëse duket që ka qenë ajo e pashve për Biancën. Është pjesa e xhakut dhe duke qenë se është merr kjo pjesa dhe unë kam frikë mos Evani i bie me kokë, dhe me thënë drejtën disa herë ky jastiku e ka shpëtuar, e vë jastikun kështu që të mos kapi tek mesi. Gjithashtu aty brenda un kam vendosur këtë kartonin e bardh, por faktikisht aty brenda ka koll i cilin ndizet me gaz, edhe mund të nxesh shpinë, mirë po Evani po i pa do shkoj të luaj, kështu që unë e kam mbuluar me atë dhe nuk ja tërheq edhe aq syrin. Mes dy mureve, duke qenë se ishte si hapësirë boshe, un kam vendosur këtë nga IKEA, është kjo gjëja këtu dhe e kam mbushur me libra. Këto janë perde të thjeshta dhe nga ana tjetër kemi vënë ca hooks për disa xhupa të gjëra. Dhe më besoni që këto e fshihen komplet nga syri i njerëzve që vjen. Besoj se fshihet deri diku. Edhe është shumë praktike dhe mund të futesh në punë këtë distancën që
Le të themi që nuk ishte aq e lehtë për të menaxhuar dhe për të futur në punë. Tani vazhdojmë me këtu. Këto të dyja, kjo këtu dhe ajo atje, kanë qenë mendimi im gjatë gjithë kohës. Dhe gjithmonë kam dashur dhe kam menduar çfarë të bëj, si ta bëj, diçka që të ishte dhe e bukur, por dhe funksionale për neve. Doja me se s'bën të bëja display disa nga gjërat që kishim, sepse ka shtëpi që s'kan fare kështu display gjëra kështu për të vënë. Mirë po unë e doja këtë. Atë të drurit e doja këtu në fakt, duke qenë se të vinte drita më shumë dhe mund të lexoje këndin e leximit që e quaj unë. Mirë po, duke qenë se kemi këto janë ato të heating, kur duam të ndezim ngrosën e tjerë janë këtu, atëherë nuk ishte pak e lodhshme për Mario, no? Se të gjitha punët i ka bërë Mario, kështu që dhe duke qenë se Mario nuk është profesionist, nuk punon në ndërtim Mario, kështu që normalisht e ka më të vështirë se sa ai që punon në ndërtim. Nëse menduam të vinim këto shelves, edhe të cilët janë shumë praktik, shumë të lezetshëm për tu pastruar, me një swipe, me një kështu i heq të gjitha plurat çdo lloj gjëje që ka. Normalisht pastaj këtu ka nuk është se ka vendosur në një gjë, disa libra, këto që unë i mora tek car boot sale, një orë, një qeleshe, disa gjëra të vogla. Më pëlqejnë shumë këto lulet artificiale që unë kam vendosur. I kam bler tek IKEA lulet artificiale dhe quhen fejka, jo fake, po fejka. Si që them unë, pastaj se si shqiprohet nuk e di, vinë kështu, mirë po unë kam bler edhe këtë të bardhën kështu që të jetë më lezetshëm. Edhe yes, kjo është. Pastaj kam marrë këtë sëndukun i cili funksionon edhe për të ulur, ka dhe gjëra brenda. Çfarë mbaj brenda aty? Bebelina, në një ndres për Evanin, edhe shtresat të tjera për divanin, se kam një 3-4. Edhe yes, kjo është, ajo pas është çfarë i bie ai tapeti i djalit që i them unë, është sfungjer, është i lezetshëm, është i butë. Mundësisht sot do vinin te Aldi sërish ato, kështu që nëse do ndonjëherë të shkoj ti marrë atje sepse ishin me 20 pound, aq më duket e kam marrë dhe unë e kam marrë vjet, janë super të rehatshme. Këtu është këndi i Evanit për momentin. Dhe jo vetëm i Evanit, ka shumë raste që futet edhe Bianca luan me djalin këtu. Grumbulloj lodrat këtu, i heq, sidomos të mund ta nxjerr jashtë kur ai rri brenda, dhe ka disa nga lodrat që do luaj Evan. Normalisht ka dhe ato gjërat që ndihmojnë e lezetshme etj. Kjo është me derë, hapet edhe mbyllet, dhe këtë e kam marrë në Amazon, diku tek 75 pound, nëse nuk gaboj, edhe për mendimin tim është shumë po shumë e leverditshme. Më pas vim tek ky këndi këtu, i cili është ky këndi i drurit, ke marrë atë dritën e ngrohtë. Ta fik dritën unë. Kjo drita në fakt është super e ëmbël për në darke. Tani neve kemi ditë dritë, është ditë kështu që nuk është se do bëjnë një ndryshim të madh. Nuk është e verdh aq sa del në kamer, po është ngjyrë e ngrohtë. Ta fikun këtë? Opa. Ta ndezim dhe njerë dritën. Ta ndezim dhe njerë, doli. Edhe yes, po përgjithsisht tu rri Bianca, merr në një libër dhe lexon. Jo se nuk rrim ne, mirë po ç'të bëjmë, kemi edhe gjëra tjera për të bërë, por që ky është një kënd i lezetshëm. Kam vendosur karrigen që kam marrë kohë përpara në HomeSense, është kështu. Edhe unë i kam vendosur këtë batanien e bardhë, mirë për në çfarë momente mund ta ndroj. Thjesht më duk që mund të shkonte në çik edhe me pjesë të tjera. Kam menduar që të marr një nga ato si tip leshi këtu poshtë, po edhe për ato të verdhën sepse mund ta bëjnë kalamajt shumë pis. Edhe basically kaq. Tapet nuk kemi vënë poshtë sepse e thash më përpara vë tapetin e djalit, heq tavolinën e çoj atje, vë tapetin e djalit këtu dhe ai mund të lëvizi pa problem kudo. Kështu që jes, për momentin shtëpia ime është në funksion të fëmijëve, sepse jam shumë e sigurt që shumë shpejt do vi koha që nuk do jetë më në funksion të fëmijëve, edhe do jetë gjithmonë me tapet të rregullt e tjerë. Tani, unë jam ulur.
po vjen Bianca me Marion poshtë. Tani është koha që ne të dalim. Unë dua t'ju falenderoj shumë që e pat të video. Ju lutem bëni një subscribe, shumë shpejt do ju tregoj edhe banjon edhe kuzhinën. Më besoni jemi lodhur shumë me këto punime sepse kanë zgjatur shumë në kohë për shumë arsye. Mirë po, finally, let me see your dress, mama, hajde. Finally, ja dolëm. Let me see, mama. Oh, wow, do you have shorts on? Yeah, safety shorts. Bravo, mama. Bravo, Zeni. Erdhi dhe babi Limoni me Evan Limonin. Ok, that's it. Ti ju put fort, kalofshi bukur. Bashkimi në videon e radhës. Bye bye.